Vrasja e turistit 20 vjeçar në Ksamil nxjerr në sipërfaqe një histori shumë të rëndë se sa konflikti që përfundoi me goditjet fatale me fik. Pas ngjarjes së shpallur në kërkime dhe bekim, Bulica, pronari i lokalit Principotes ku ndodhi krimi, një emër për cilin prej kohësh kanë qarkulluar informacione dhe raportime për lidhje të dyshuara me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe pastrimin e parave. Ironia është e rëndë, një turist i huaj vritet në Shqipëri, ndërsa nga Franca kishin ardhur prej kohësh informacione për aktivitetin kriminal që i atribuohet rrjetit të Bulicës. Më 24 prill 2025, Le Parisien raportoi për një rrjet shqiptar që operonte 2 call center të shpërndarjes së kokainës në Paris dhe periferi. 8 persona, 7 shqiptar dhe një francez u vënë në akuzë për trafik droge, pastrim parash dhe organizat kriminale. Më 20 shkurt 2026, gazeta franceze raportoi një tjetër goditje ndaj shpërndarësve shqiptar të kokainës në Paris dhe Holds the Seine. Sipas informacioneve të siguruara më herët nga pamfleti, në total 15 rinj shqiptar kanë përfunduar në burgjet franceze në çështje të lidhura me këtë rrjet, ndërsa autoritetet franceze kanë përcjell informacione dhe letër porosi drejt institucioneve shqiptare. Në materialet e mbërritura në redaksi, Bekim Bulica identifikohet si personi që qëndron pas rrjetit, ndërsa përmendet edhe ortaku i tij me iniciale AC. Por ndërsa të rinjt që shpërndanin drogën përfundonin në burgjet franceze, në Shqipëri Bulica vazhdonte aktivitetin e tij. Sipas burimeve të pamfletit, BKH ka nisur hetime për pastrim parash, ndërsa në dosjet e drejtësisë janë evidentuar lidhje të Bulicës me kompani të regjistruara në emër të familjarëve të tij. Mes tyre përmenden B&F Diagnostics ShFK me pronare LB dhe FP, si edhe Bulica Pharma ShFK me pronare LB. Informacione të tjera të siguruara nga pamfleti tregojnë se edhe Shish ka raportuar prej kohësh pranë institucioneve për aktivitetin e dyshuar të Bulicës. Policia kishte shkuar madje edhe në lokalin luksoz në Ksamil. Sipas burimeve të pamfletit, gjatë një kontrolli në këtë ambient, janë konstatuar elementë që lidhen me informacionet e ardhura nga agjencitë partnere franceze. Megjithatë, Bulica nuk u arrestua. Dhe pikërisht në këtë pikë vrasja e turistit merr një dimension tjetër. Në lokalin e Bulicës nuk punonin vetëm persona privat. Hetimet pas vrasjes kanë çuar edhe te Mojsid Matushaj, punonjës i policisë së shtetit, me detyrë specialist hetimi në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit Gjirokastër. Matushaj punonte paralelisht si bodyguard në të njëjtin grup sigurie me Sokrat Vatën, autorin e dyshuar të vrasjes së turistit huaj. Agjencia e mbikëqyrjes policore e ka ndaluar Matushajin pasi dyshohet se ishte i përfshirë në konfliktin që parapriu krimin dhe se ndihmoi Vatën të largohej. Pra në një ambient për cilin institucionet kishin marrë informacione, gjendeshin të punësuar njëkohësisht punonjës policie dhe persona të skeduar për veprimtari kriminale. Principote, parat e drogës dhe paralajmërimet. Pamfleti ka raportuar prej rreth 2 vitesh për Bekim Bulicën dhe burimin e dyshuar të parave që kanë financuar aktivitetet e tij. Sipas informacioneve të publikuara më herët, edhe Principote është financuar me para të ardhura nga aktiviteti i trafikut ndërkombëtar të drogës në linjën Londër-Paris. Pikërisht këto janë pretendimet që duhet kishin vënë prej kohësh në lëvizje institucionet, nga buronin parat, cilat kompani përdoreshin, kush ishin personat e lidhur me rrjetin dhe si ishte ndërtuar aktiviteti në Ksamil. Sot pyetjet janë shumë të rënda, sepse nuk bëhet më fjalë vetëm për para apo drogë. Një 20 vjeçar ka humbur jetën. Ky është turizmi që i ofrohet Europës? Qeveria e Edi Ramës e ka kthyer turizmin në një nga kartat kryesore të propagandës së saj ndërkombëtare. Miliona turistë, resorte, plazhe dhe Shqipëria si destinacion i ri i Europës janë pjesë e pandashme e narrativës qeveritare. Por vrasja e të riut tregon anën tjetër të medaljes. Një turist i huaj vjen për pushime në Ksamil dhe përfundon i vrarë me thik. Autori i dyshuar kapet disa orë më vonë i fshehur në bagazhin e një makine. Një punonjës policie dyshohet se e ka ndihmuar të largohet, ndërsa pronari i lokalit Bekim Bulica shpallet në kërkim pas ngjarjes. Dhe e gjithë kjo ndodh ndërsa për Bulicën kishte raporte nga Franca, informacione të Shish, të dhëna në organet e drejtësisë dhe madje kontrolle policore në lokalin e tij. Një vrasje e tillë godet drejt për drejt edhe imazhin e turizmit shqiptar. Siguria e turistëve nuk garantohet me reklama, video promovuese apo shifra vizitorësh, por duke mos lejuar që zona turistike të kthehen në territore ku krimi dhe njerëzit me uniformë ndërthuren. Sot Bekim Bulica është në kërkim, por pyetja që rëndon mbi institucionet është shumë e madhe. Pse nuk u veprua kur informacionet ishin në tavolinë dhe pse u desh të vritej një turist 20 vjeçar që shteti të kujtohej për Bekim Bulicën?